Të ngrejëm. Alba dhe Toni, më dëgjoni. Po? Si po ndjeni brenda asaj shtëpie? Si u pritën banorët e tjerë? Si në shtëpi. Si në shtëpi. A është kjo sepse shtëpia është kaq me ngjyra të bukura e ngrohtë apo se banorët e tjerë ju pritën ashtu si në shtëpi? Të dyja bashk, duke nis nga starti që erdhëm këtu në fillim, gjithë mirëpritja nga ju si produksion, madje edhe hyrja këtu, shtëpia duket shumë ultramoderne, edhe këta ngjyrat japin shumë alegri direkte, dhe madje edhe banorët ishin shumë të ëmbël. Kam një pyetje për banorët e tjerë. Çfarë mendimi keni për hyrjen e Albës dhe Tonit së bashku? Po pra, pse hyn bashkë? Po pra, çfarë mendimi keni? Se di asun, ta kisha ditë përgjigje. Toni, çka ka ndodhur me ty? Qa heke? Kravata, çka? E hinë që pak si që kjo pak si opcion. Alba paska jap shumë nxehtë, si duket. Jo. Shtëpia është shumë ngrohtë këtu, kushtet janë shumë të mira. Ba, shumë mirë. Edhe, qka e vrejta një gjatë, qka ka ndodhë të gjithë nga grahu i majtë po ullën e? Po bredini vetë sa o ceka. Qa ka ndodhë? Se di. Thjesht i morëm me radhë gjithë banorët edhe unë. Po të melon tash këtë pjesën tjetër, kur të vinë. Kur të vinë ashta. Edhe po mduket Klodi e ka marrë për detyrë me prit të gjithë, me ngritë kohëm deri te dera. E më ka shti Hygerta me zërë. Hygerta, po pse mu Hygerta? Po priton vetë atë qka? Sa të bëjnë në një gjë tjetër më mirë dalit presi banorët. Edhe pak kemi me pa të bo pompa, Klodin. Mirë, banore, mbylli pak lidhe se duhet flasim pak me opinionistët ne. Hajtë, përshëndeti. Atëherë, po, Olta. E banorët e fundit. Mentori është shumë interesant, personalisht kam qenë fanse muzikës të tij, ka qenë dhe fituesi Top Festit para disa vitesh. Do doja shumë dëgjoja historinë e tij që pse ka heq dorë nga muzika gjithë këto vite, do ishte shumë interesante për të dëgjuar arsyeja e tij, po kjo do mbetet për të dëgjuar. Alba ndërkohë për mendimin tim personal është një element shumë interesant veçanërisht për këtë format. Unë shpresoj shumë që ajo të gjej veten këtë herë dhe të qëndroj deri në fund. A mund të quhet vulkani i shtëpisë, Alba? Deri me tani çka kemi pa? Po se di, ajo ishte veç si hirushe. Po. Dhe fustani i saj kishte një domethënie që në fakt se ka kaluar ora 12. Jo, s'ka kaluar ora 12, se këto kështë me bërcile. Atëherë Alba nuk e ka humbur akoma këpucën e saj. Okej? Kurse për Tonin, uroj që mos mbetet deri në fund shoferi Albës. Leonora. Jam shumë e lumtur për mentorin që është aty. Në fakt, shtëpisi duhet një djalë si që është mentori, me karakterin e tij të veçantë. E njeh edhe personalisht mentorin mirë? E njeh, jo shumë, se mos bë mbështetar sikur njehim kohë gjatë. Përveç që është një këngëtar i jashtëzakonshëm dhe ajo shtëpi ka me pas gjithmonë hare, e ka një karakter shumë veçantë dhe karakteristika e këtij Big Brotheri është, me sa po shohim, që vërtet gjithë janë karaktere shumë të ndryshme. Ndërsa Alba vjen nga një format i ngjajshëm me Big Brother dhe natyrisht që ka eksperiencë, unë besoj që do të ditë ta luaj shumë mirë këtë lojë. Mirë, do të njihemi prapë me banorin e radhës i cili na pret jashtë.